Të dashur dëgjues, ju ftojmë të ndiqni emisionin Lexo Biblën me ne, me komentim biblik nga Don Simo. Te takimi I sotshëm Lexo Biblën me ne do të lexojmë pjesë nga Zanafilla, kapitujt 6 deri 9. Leximin e tekstit do ta bëj Diell Zagjini nga Doblivara. Një katekez mbi këtë tekst do ta ofroj Mariana Gjoka nga Lezhë. Sot do të lexojmë tregimin e përmbytjes në Bibël, e gjejmë tek libri I Zanafillës kapitulli 6 deri 9. Por para se ta lexojmë këtë tekst, dëshiroj të jap disa shënime mbi letërsinë e lashtë mbi përmbytje. Se faktikisht përmbytja me ujë në letërsi ndodh tek disa tekste tjera të shkruara shumë përpara tekstit biblik, si për shembull eposi I Gilgameshit, Zanafilla e Riddu, poema gjithashtu epike e Atrahasit. Këto tekste ndihmojnë, shpresoj, që ta kuptojmë ndoshta një fije më mirë edhe tekstin biblik të përmbytjes. Eposi I Gilgameshit, të parin që po e paraqesim, është shkruar në Babiloni rreth viteve 1800 deri 1200. Shkencëtarët që e kanë studiuar thonë se ai është redaktuar disa herë gjatë këtyre viteve, ndoshta varianti I funit I tij është në vitin 1200 para Krishtit, pra është jashtëzakonisht I lashtë në krahasim me tekstin biblik. Tregimi mbi përmbytjen tek eposi I Gilgameshit, siç dihet, ky epos përbëhet prej 12 tabelave, 12 rasave të shkruara me kuneiforme mbi tabela argjile, është gjetur në Niniven e dikurshme, sot në qytetin Mosul në Irak, që ishte biblioteka e mbretit Asir Ashurbanipal, I cili, ky mbreti Asir, në bibliotekën e të cilit u gjet eposi I Gilgameshit, sundoi ndër vitet 668-627 para Krishtit, e tregimi I përmbytjes aty gjendet tek tabela numër 11, tek tabela e parafundit. Heroi I tregimit këtu është Utnapishtim, një mbret sumer I qytetit Shurupak. Sipas tregimit, Zotat kishin vendosur për arsye të paqarta, ndoshta sepse ishin mërzitur me njerëz dhe kishin humbur besimin në ta, ta fshin njerëzimin me anë të përmbytjes. Ata kishin vendosur të mos I paralajmërojnë njerëzit për këtë vendim. Mirë po, hyji I urtis Ea, për arsye që teksti nuk I shpjegon, e paralajmëron mbretin Utnapishtim për këtë vendim të zotave. Dhe e bëri këtë në një mënyrë të veçantë. Është kurioze kjo mënyrë. Ai I foli murit të shtëpisë së mbretit, që ishte mur kallamash, ju drejtua murit me qëllim që të dëgjoj mbreti që ishte brenda. I tha fshehtasi të ndërtoj një anije të madhe. Utnapishtimi e ndërton me njëherë, ngarkon në të familjen, zejtart dhe kafsht. Përmbytja zgjat 7 ditë e 7 net, dhe ishte kaq e tmerrshme sa edhe vetë Perëndit tremben nga përmbytja që vetë nisen. Thot teksti se, citim, gjithë ditën fryu era e jugut, duke fryrë me vrull, duke e zhytur malin në ujë, duke I përmbytur njerëzit si në një sulm, askush nuk mund ta shihte tjetrin, nuk mund ta njihni njëri tjetrin në rrjellën e furishme. Hyjnit u friksuan nga përmbytja dhe u tërhoqen, duke u ngjitur në qiellin e Anut. Hyjnit dridheshin si qen të strukura pranë murit të jashtëm. Fundi citimit. Pas përmbytjes, anija ulet mbi malin Nisir. Utnapishtim lëshon një plumb, një dallëndyshe dhe një korb për të gjetur tokë të thatë. Në fund I ofrohen flijime perëndive dhe Utnapishtim fiton pavdeksin. Teksti I dytë që shikojmë është Zanafilla e Riddu, e shkruar afërsisht në vitet 1600 para Krishtit, ndoshta edhe më herët. Teksti I këtij tregimi ka mbetur mbi një tabelë të vetë me balte.
Edhe ky është gjetur në Irakun e sotshëm, në qytetin Nippur, në fundin e shekullit 19 dhe është shkruar në gjuhë sumere, sikurse poema me pashme që dëgjuam. Argjila është shumë e dëmtuar, prandaj në shumë raste teksti është vështirë të kuptohet. Megjithatë, çështjet kryesore të tija janë të kuptueshme, janë të lexueshme. Personazhi kryesor është Ziusudra, që në të njëjtën kohë është edhe mbret edhe prift, një person shumë i mirë, i devotshëm dhe i përvojt. Lutej për ditë dhe dukej se ishte i vetmi i tillë, i vetmi që ishte i mirë dhe i devotshëm. Prandaj edhe zotat e donin dhe vendosen ta shpëtojnë nga përmbytja. Zoti An i qiellit dhe Enlil i stuhis vendosen të dërgojnë përmbytjen, mirë po Ziusudra i paralajmëruar nga hyjnia e mençurisë Enki ndërton një anije. Përmbytja zgjat 7 ditë e 7 net, gjatë të cilave bie shi. Pas mbarimit, perëndia e diellit Uttu shfaqet dhe ndriçon botën. Si shpërblim për përvojtrinë e tij, Ziusudra fiton pavdekshmëri. Tregimi i tretë që paraqesim është eposi i Atrahasis, gjithashtu i shkruar në Babiloni në vitet 1700 para Krishtit. Është shumë i vjetër, një prej poemave më të vjetra të njerëzimit, për të cilat dihet. Personazhi kryesor i këtij tekstit është Atrahasis, pra një njeri i urtë dhe i mirë i asaj kohe. Kjo poem thot se hyjnit vendosen ta krijojnë njeriu që të punojë, dhe njeriu që krijuar, por ushtua për së tepërmi. Aq shumë ushtua njerëzimi, sa që zotat ndiheshin shumë të trazuar, nga që nuk kishin mundësi as të flinin prej zhurmës, prej aktiviteteve të njerëzve mbi tokë. Hyjnia Enlil ankohej vazhdimisht prej kësaj situate. Për ta ndaluar njeriun, hyjnit dërguan sëmundje, thatësira, zibuke, por njerëzit qenë të fortë, i mbijetuan të gjitha. Në fund, vendosen për përmbytjen totale. Perëndia Ea paralajmëroi Atrahasis, i cili ndërtoi atëherë një anije dhe shpëtoi. Pas përmbytjes, perëndit u pënuan sepse nuk kishin më kushtu ofronte sakrifica, pasi që gjithçka kishte vdekur dhe ata s'kishin shtëhan. Hyjnit ishin uritur aq shumë, sa që thot tregimi i Atrahasis se ishin mbledh rreth flisë që Atrahasis kishte kushtuar, dhe thot tregimi ishin të uritur sikurse mizat, që është patjetër një përshkrim poshtrues i këtyre hyjnive të padrejta. Tregimi i përmbytjes që lexojmë në Bibël ka, pra, një përjardhje letrare mesopotamike. Nuk është një shpikje e autorëve të shenjtë. Ky motiv ka hyrë në Bibël prej tregimeve tjera që ishin pjesë e traditës së lashtë të atyre kohrave. Në të gjitha rastet, në të gjithë tregimet, autorët kryesor janë zotat. Tek rasti i Biblës një zot i vetëm, kishte një dallim shumë i madh, të cilët krijojnë njerëzimin dhe e sundojnë. Zotat vendosin ta asgjësojnë njerëzimin në një farë momenti, për arsye të padrejtësisë ose arsyeve tjera që ata kishin, por shpëtojnë të drejtin, fetarin dhe të mençurin. Tjerët, të padrejtët, zhbehen nëpërmjet përmbytjes. 3 tregimet epike që përmendëm tregojnë se edhe këto pjesë biblike që tregojnë përmbytjen e gjithëmbarshme janë të lidhura ngushtë me prjardhjen e tyre letrare, shoqërore dhe fetare mesopotamike. Por sa i takon tregimit të përmbytjes, ato kanë veçanëritë e veta shumë specifike, që do të mundohemi t'i vëmë në pa në komentin e mëposhtëm. Ato kanë frymëzuar shkrimtar të shenjtë, të cilat pastaj i kanë përshtatur. Ta themi me një herë, mund të mendohet se Zoti
tek tregimi i përmbytjes del si i ashpër, i padrejt, por të ta shohim se në sfond të këtyre tregimeve shumë të veçanta, në fakt, fytyra e Zotit del si fytyra e dikujt që është shumë i mirë dhe mendon për të mirën e njerëzimit që vetë ka krijuar. Nga libri i Zanafilës, kapitulli 6, rreshtat 5 deri 12. Zoti pa se paudhësia e njerëzve përmbi tokë ishte e madhe, dhe se çdo mendim i zemrës së tyre nuk synonte tjetër, por që të bëj vazhdimisht të keqen. Zoti i erdhi keq pse e krijoi njeriun përmbi tokë. I erdhi keq thellë në zemër e tha: do ta shuaj prej faqes së dheut njeriun që e krijova, njeriun, bagdit, zvaranikët edhe shpendet e qiellit, sepse po më vjen keq që i krijova. Por se Noehi gjeti hir para Zotit. Ja historia e Noehit. Noehi ishte i drejtë dhe i patëmet ndër bashkohës të vet. Ecste udhës së hyjet. I lindën 3 djem, Semi, Kami dhe Jafeti. Toka ishte prishur para syve të hyjet dhe ishte mbushur me dhunë. Hyi e shikoi tokën dhe ja ishte prishur, sepse sjellja e çdo njeriu përmbi tokë ishte sjellje plot ligësi. Rreshtat që lexuam shpjegojnë arsyen e përmbytjes në Bibël dhe thonë se në fakt arsyet janë 2. Në krahasim me tregimet tjera mesopotamike, shkrimi i shenjtë tregon se e para, Zoti pa se paudhësia e njerëzve mbi tokë ishte e madhe, dhe se çdo mendim i zemrës së tyre nuk synonte tjetër, por që të bëj vazhdimisht të keqen. Kështu thot Zanafilla kapitulli 6, rreshti 5. Një shënim të tillë nuk e kemi te asnjë prej tregimeve mesopotamike. Të keqen që ndodhet në zemrën e njeriut, nuk e gjejmë atje. Arsyeja e dytë e përmbytjes në Bibël është kjo, se toka ishte prishur para syve të hyjit dhe ishte mbushur me dhunë. Edhe tema e dhunës si e tillë në atë formë, dhunë e ushtruar prej njerëzve, nuk e gjejmë tek tregimet mesopotamike. Janë këto 2 arsyet kryesore të ndërhyrjes së Zotit në historinë e njerëzimit fillestar. Ai po zhvillohej në numër, por po degradonte, si në elemente të brendshme të shpirtit, si në një formë krejt fizike. Degradimin e njeriut tek citimi i parë mund ta quajmë moral, kurse tek i dyti shoqëror. Degradimi moral ka të bëjë me konceptimin e gabuar të jetës, me mungesën e kërkimin dhe të respektit të drejtësisë dhe të mirës, kurse degradimi social konsiston në shkeljen e të drejtave të njerëzve të tjerë për jetesë, me jetesën e njeriut në formën më ekstreme individualiste të mundur. Tek rreshtat që lexuam, do të komentojmë disa elemente biblike që pastaj do të na ndihmojnë të kuptojmë dinamika letrare edhe tek tregime tjerë. Do të veçojmë këtu 4 elemente biblike. Elementi i parë është ky. Teksti thot se Zoti pa udhësinë e njerëzve. Shënimin Zoti pa e quajmë motiv perceptimi. Motivi i perceptimit mund të evidentohet edhe kur Zoti ndihen diçka, prek diçka e tjerë, ose edhe kur Zotin e prek dikush. Për shembull, në Ungjil kemi ndonjë rast kur njerëzit e prekin Jezusin dhe Jezusi ndihen, percepton se dikush e ka prek. Zotit i shkon syri në Bibël, sa spontanisht sa me qëllim, tek elemente që i pëlqejnë dhe që nuk i pëlqejnë. Pas mëkatit të Adamit dhe Evës, për shembull, Zoti e pyet Adamin ku je, sepse nuk e sheh, nuk ja sheh syri.
kur i shkon syri tek elemente që nuk i pëlqejnë, si tek fillimi i tregimit të përmbytjes, ne e dim se me siguri do të ndërmarrë diçka që ta ndryshojë atë situatë. Elemente perceptimi me qëra fjala gjejmë edhe tek veprimet e njerëzve, por këtu do të kthejmë kur të flasim për ciklin e Abrahamit. Pika e dytë. Zoti sheh se paullësia e njerëzve mbi tokë është shumë e madhe. Këtu çështja delikate nuk qëndron tek paullësia e njerëzve mbi tokë, sepse ajo është e pritshme dhe deri në një farë mase e pranueshme. Njeriu nuk jeton më në kopshtin e Edenit, por në botën e korruptuar. Korrupsioni ndikon tek ai. Pra, nuk ekziston asnjë njeri në botë që nuk është gabimtar, që nuk gabon. Fakti se ishte shumë e madhe kjo ligësi, kjo është gjaja e keqe. Ishte një ligësi e tepruar, kjo po ishte e papritur. Ligësia e tepruar e njeriut rrezikon degenerimin e plot të qenies njerëzore. Pika e tretë që veçojmë është kjo, se thot teksti i shenjtë, çdo mendim i zemrës së tij, çdo mendim pra i zemrës së njeriut, nuk synonte tjetër, por të bëj vazhdimisht të keqen. Ky është përkthim i mirë në shqip i një formulimi hebraik shumë specifik. Hebraishtja flet për çdo formë të mendimit të zemrës së njeriut dhe e përshkruan si të keqe. Me fjalë tjera, njeriu nuk kishte asnjë ide për mirë, asnjë qëllim të mirë, dhe thot se kjo prirje për keq e njeriut zhvillohej ditë për ditë. Në hebraisht është shprehja kol hayamim, të gjitha ditët, pa përjashtim. Tek njeriu pra Zoti nuk sheh asgjë të mirë, nuk sheh gjën kryesore që i intereson të shoh të mirën. Pika e katërt. Noehu përshkruhet si i mirë dhe në një mënyrë mjaft të veçantë. Thot teksti i shenjtë se ishte i drejtë dhe i patmet ndër bashkohës të vet, dhe shton ecste udhës së hyjit. Fjala i drejtë zakonisht interpretohet si fetar, si person që është dhe qëndron në marrëdhënie të drejtë me Zotin. Tek ky rresht, megjithatë, gjendet edhe një kuptim tjetër i drejtësisë së Noehut, drejtësia shoqërore e tij, fakti se ishte i patmet ndër bashkëkohësit e vet, ishte i vetmi njeri që qëndronte në të njëjtën kohë edhe në drejtësi fetare, edhe në drejtësi shoqërore. Drejtësia pra duhet jetë e plotë. Drejtësia nuk mund të zgjidhë një pjesë po dhe një pjesë jo. Njeriu i drejtë do të jetë i drejtë në të gjitha aspektet dhe në sytë e Zotit Noehu i plotësonte këto kushte. Nga libri i Zanafilës, kapitulli 7, rreshtat 1 deri në 6. Atëherë Zoti i tha Noehit: hyr në ark ti dhe gjithë familja jote, sepse ty të gjeta të drejtë para syve të mi në këtë brezni. Prej të gjitha kafshëve të pastra merr nga 7 e 7 mashkull e femër, kurse prej të papastrave 2 nga 2 mashkull e femër. Po ashtu edhe prej shpendëve të qiellit 7 e 7 mashkull e femër, që të shpëtoj fara mbi mbar sipërfaqen e tokës. Sepse edhe 7 ditë e do të bëj të bjerë shi për mbi tokë për 40 ditë e 40 net, dhe do të shfaros çdo gjë të gjallë që krijova mbi sipërfaqen e tokës. Noehi bëri krejt ashtu si urdhëroi Zoti. Noehi kishte 600 vjet kur ujërat e përmbytjes vërshuan mbi sipërfaqen e tokës. Këto rreshta janë mjaft të vështira të analizohen sepse sipas ekspertëve që kanë analizuar kritiken redaksionale të pesëlibërshit, ajo që me terminologji teknike studiuesit gjerman e kanë quajtur redaktionsgeschichte, tregimi i hyrjes në bark i Noehut me familje e me
të gjithë frymorët përban një përzierje traditash letrare. Pra, me pak fjalë, kemi një autor që e quajmë autorin P, e kemi përmendur një herë, edhe autorin J, autori që është e quajtur Jahvist. Por nuk është rasti tani të hyjmë në këtë dallim dhe të shpjegojmë dallimet midis këtyre dy autorëve. Zoti thot kështu Noehut: hyr në ark ti dhe gjithë familja jote, sepse ty të gjeta të drejt para syve të mi në këtë brezëni. Hyr është një urdhër që vjen prej Zotit. Është urdhri ndër më të parët që Zoti i jep Noehut. I kishte dhënë edhe një urdhër tjetër të ndërtoj barkën dhe i kishte treguar çfarë të shti në barkë. Një njeri i drejtë sikurse ai do t'u bindet gjithmonë urdhrave të Zotit. Njeriu do të dëgjojë Zotin gjithmonë. Ky urdhër ka si qëllim ta shpëtonte Noehun dhe familjen e tij prej vdekjes dhe ta lironte nga e keqja. Zoti dëshironte të krijonte mbi tokë një ambient të tillë që njeriu të mund të jetonte në kushte të përshtatshme për jetesë, jo në dhunë. Këtu shpjegohet domethënia e rëndësishme teologjike e urdhrit të Zotit, që aplikohet për këtë rast, por gjen aplikim edhe për raste tjera. Zoti urdhron, por kur urdhron, ai mëson. Noehu ka vetëm një rrugë shpëtimi, të hyjë në barkë. Ky është një urdhër, por edhe një mësim që i tregon si do të shpëtojë jetën e vet dhe të familjes. Do të flasim në vijim kur do të shtjellojmë temën e shëlbimit në beslidhjen e re, por edhe domethënien teologjike të termit Mesi. Bibla mëson se nuk ka shumë rrugë shpëtimi, por se ka në fakt vetëm një rrugë shpëtimi. Shpëtohen vetëm ata që hyjnë në barkë, ata që hyjnë në tempull, ata që i rrinë besnik beslidhjes. Ka patjetër mënyra të ndryshme si të rrinë besnik beslidhjes, por rruga e shpëtimit nuk ka shumë. Zoti ofron beslidhjen si rrugë shpëtimi për të gjitha kohët, me Noehun, Abrahamin, Mojsiun e ndonjë beslidhje tjetër që gjejmë tek tekstet profetike, por do t'i shpjegojmë. Këto pastaj për ne të krishterët aktualizohen në beslidhjen e re dhe të amshuar që Zoti lidh me ne nëpërmjet vdekjes dhe ringjalljes së Jezu Krishtit, ose ne marrim pjesë, mund të themi edhe kështu, në vdekjen e në ringjalljen e Jezu Krishtit, ose për ne të krishterët nuk ka shpëtim. Rreshti 4 thotë se edhe 7 ditë paralajmëron Zoti, do të bëj të bjerë shi përmbi tokë për 40 ditë e 40 net dhe do të zhbij çdo gjë të gjallë që krijova mbi sipërfaqen e tokës. Intervali 7 ditor është paralajmërimi i fundit. Zoti e ka krijuar njeriun për 7 ditë. Tani do ta prish krijimin që kishte bërë, sepse kishte hyrë në të brenda pra krijimit, në zemrat e tij, në mjedisin e njerëzve, kishte hyrë e keqja. Përmbytja do të zgjas 40 ditë. Është koha e provës, sipas mësimit biblik. Është koha në të cilën duhet qëndruar në besnikërinë e Zotit. Numri 40 tregon ditët në të cilat qëndroi Mojsiu në praninë të Zotit për të marrur urdhërimet. 40 janë vitet e ecjes së popullit në shkretir pas kalimit të detit të Kuq. 40 ditë qëndron edhe Jezusi në shkretin. Janë ditë prove, por edhe ndryshimit të plotë të situatës. Pas këtyre 40 ditëve, çështja ndryshohet krejtësisht. Është koha kur pritet besnikëria. Nevoja për besnikëri totale kuptohet prej Noehut, i cili tek Rreshti 5, thot teksti shenjtë, bëri gjithçka që urdhroi Zoti. Bindja Noehut është pa fjalë, nuk ankohet, nuk vë kushte, nuk bën pyetje. Nga ana teologjike mund të arrijmë në përfundimin se gjykimi i Zotit dhe shpëtimi që ai sjell nuk janë fenomene që kundërshtojnë njëri tjetrin, por realizohen në të njëjtin moment përmes të njëjtit veprim të fjalës hyjnore. Përmbytja çmonton krimin e korruptuar. Zoti mendon për të mirën e njerëzve
të mirë. Barka ruan faren e një krijimi të ri. Beslidhja e re e ka kuptuar tregimin e përmbytjes si metaforë të pagëzimit tek letra e parë e Pjetrit, kapitulli 3, rreshtat 20-21, thonë se ujërat e përmbytjes pasqyrojnë ujin e pagëzimit që pastron të krishterin prej të keqes dhe e bashkon me Krishtin, të vetmin të drejtë. Nga libri i Zanafilës, kapitulli 8, rreshtat 6 deri 13. Pasi kaluan 40 ditë, Noehi e hapi dritaren e arkës që kishte pas punuar dhe lëshoi korbin. Ky delte, shkonte e kthehej derisa u terrën ujërat mbi tokë. E lëshoi edhe pëllumbin për të parë a është hequr ujët përmbi sipërfaqen e tokës. Ky, duke mos gjetur ku ta pushoj këmbën e vet, u kthye tek ai në arkë, sepse ujërat ishin mbi mbar tokën. Noehi e shtriu dorën, e kapi dhe e futi në arkë. Pasi priti edhe 7 ditë tjera, përsëri e lëshoi pëllumbeshën prej arke. Atëherë ajo erdhi tek ai në mbrëmje dhe e solli në sqep të vet një gem ulliri me gjethe të gjelbëra. Noehi e mori vesh se ujërat ishin tërhequr prej toke. Megjithatë, priti edhe 7 ditë të tjera. Atëherë e lëshoi pëllumbeshën. Kjo nuk u kthye më. Ishte viti 601, muaji i parë, dita e parë e muajit, kur ujërat u thanë përmbi tokë. Noehi e hoqi mbulesën e arkës, shikoi dhe ja, sipërfaqja e tokës ishte tharë. Tregimi i dërgimit të korbit dhe plumbit ka për qëllim të filloj bisedën me një pyetje që i intereson lexuesit. A është bota e banueshme tani? A është larguar krejtësisht e keqja prej toke? Thot teksti shenjtë tek rreshti 6, pasi kaluan 40 ditë, Noehi e kapi dritaren e arkës që kishte pas punuar dhe lëshoi korbin. Zanafila kapitulli 8, rreshti 6. Edhe një herë këtu kthen numri 40. Tregon se Zoti ka vepruar dhe ka kryer punën në vet të rikrijimit të botës. Barka, ose shpesh quhet arka, simbolizon edhe vendin e shenjtë dhe një farë ene në të cilën është ruajtur fara e mbjelljes së një bote të re, në të cilën nuk ka vend dhuna dhe zemra keqe. Është kurioz fakti se Noehu hap dritaren, ai nuk e hap derën e barkës që e kishte mbyllur Zoti. Noehu hap vetëm dritaren. Noehu dëshiron të hyjë me kujdes në botën e re, me respekt, në mënyrë graduale. Tek rreshti 7 thuhet se korbi dilte, shkonte e kthehej deri që u terën ujërat mbi tokë. Sipas Levitikut, kapitulli 11, rreshti 15, korbi hyn në shpendet e papastër. Ai ha gjërat e papastra. Ha kalbesira. Prandaj nuk është një shpend i pastër. Ai, korbi, nuk kthen në barkë pasi që Noehu e dërgon. Ai shkon e vjen, vërdallet, nuk gjen rahati. Kjo është një metaforë e papastërtisë rituale, e pamjaftueshmërisë së jetës larg beslidhjes me Zotin. Korbi është i papastër dhe ha ushqime të papastra. Por gjithçka, edhe ushqimi, duhet të shenjtrohet në kohën e përmbytjes, në krijimin e ri. Plumbi, nga ana tjetër, është një shpend i pastër sipas traditës biblike. Plumbi ha vetëm fara, asnjëherë nuk ha gjëra të papastra si korbi. Ai ka ushqim që jep jetë, jo atë që sjell vdekjen. Plumbi këtu pra është një shpend simbolik, simbolizon jetën, simbolizon vazhdimin, simbolizon pastërtinë edhe të kultit. Si shihni pra, motivet e kapitujve të parë të Biblës në forma të ndryshme kthejnë edhe këtu, pastërtia dhe papastërtia. Plumbi gjen pushim në tokë, thot teksti. Kjo tregon se edhe barka do të gjej pushim, se edhe njerëzimi do të gjej
pushim në tokë. Njeriu jeton në tokë dhe kjo ndodh 7 ditë më vonë, përsëri numri që tregon veprën e Zotit dhe beslidhjen e tij me një gjethe ulliri të kputur. Pema e ullirit është pema e parë që përmendet pas përmbytjes. Ulliri jeton gjatë, është shenjë e jetës, e pasurisë, e jetës që ka kthyer mbi tokë me tërë forcën e vet. Tani Noehu mund të dalë dhe mund të trashëgojë jetën që Zoti ja ka ofruar në drejtësi dhe në tokë në të cilën është i ftuar të shtrijë dashuri dhe në të cilën do të bizotroj dashuria për njëri tjetrin. Nga libri i Zanafilës, kapitulli 9, rreshat 9 deri 17. Ja, unë po e lidh beslidhjen time me ju dhe me trashëgimtarët tuaj, pas jush e me çdo qenje të gjallë që është me ju. Qoftë ai shpend, qoftë bagdi, qoftë egërsirë e tokës që është me ju, me të gjitha gjallësat që dolën prej arkës me ju, me mbar gjallësat e tokës. Unë po lidh beslidhjen time me ju, nuk do të shfaroset më asnjë gjallësë me ujërat e përmbytjes, dhe nuk do të ketë më përmbytje që shkreton tokën. Dhe hyi tha: kjo është shenja e beslidhjes që unë po e bëj ndërmjet meje e juve dhe me çdo gjallësë që është me ju, për të gjitha breznit e ardhshme. Ylberin tim do ta vë në re dhe do të jetë shenja e beslidhjes ndërmjet meje dhe tokës. Kur me re ta mbuloj qiellin, në re do të duket ylberi im, do të më kujtohet beslidhja ime me ju, e me çdo frym të gjallë që mishit i jep jetë. Ujë përmbytjeje mës do të ketë për të zhdukur mbar frymorët. Ylberi do të duket në re, atë unë do ta shikoj dhe do të më kujtohet beslidhja e përhershme që u lidh mes hyjet e çdo gjëje të gjallë, të mbar gjallësave që janë përmbi tokë. Hyi i tha Noehit: kjo do të jetë shenja e beslidhjes që e bëra ndërmjet teje e çdo gjallëse përmbi tokë. Këto rreshta të librit të Zanafilës që tregojnë përfundimin e përmbytjes vinë prej autorësisë së shkollës priftërore që e kemi përmendur, shkollës P. Dhe do të na kthejnë edhe një herë në letërsinë e vjetër mesopotamike, për gjithmonë mirë të gjejmë letërsi paralele me tekstet biblike, sepse ato na ndihmojnë t'i kuptojmë me qartë vetë tekstet biblike. Gjejmë këtu pra një fjalim që Zoti bën, dhe në këtë fjalim Zoti shpreh beslidhjen e tij të parën me njerëz në shkrimin shenjtë, beslidhjen e famshme me Noehun. Kjo beslidhje që Zoti lidh me Noehun, në krahasim me beslidhjet e tjera që do t'i shohim, me Abrahamin, me Mojsiun, është beslidhje e lidhur me mbar njerëzimin. Quhet në shkencat biblike një palëshe kjo beslidhje, dikush e quan edhe e një anshme, dhe kjo do të thotë se Zoti vendos t'i qëndroj besnik beslidhjes së lidhur me të gjithë njerëzit e botës, pa marrë parasysh çfarë do të bëjnë njerëzit. Zoti asesi asnjëherë nuk do të dërgojë më përmbytje mbi tokë. Me fjalë tjera, Zoti premton se padrejtësia mbi dhe do të mundohet të zgjidh në forma tjera, jo me dhunë. Zoti thot tek rreshtat 9-10, unë po vendos beslidhjen. Kjo shpreh dëshirën e tij të vendosur të mirët vesht jo vetëm me njerëz, por edhe me gjithçka të gjallë, dhe se të keqe së njeriut nuk do t'i hakmerret me dhunë të natyrës. Shpendet, bagtit, kafshët e egra, mbar krijimi merr pjesë në këtë beslidhje. Zoti kështu i vë vetes një kufi. Ky është një element unik në krejt historinë e religioneve. Asnjëherë nuk ndodh askund tjetër që Zoti ta kufizoj vetveten.
Perëndit zakonisht bëjnë çfarë të duan. Këtu Zoti vendos një kufi vetvetes duke thënë, unë këtë vendosi të mos e bëj asnjëherë, edhe nëse më shkon në mend. Kjo është shenjë se ai është i gatshëm të bëjë gjithçka për të mirën e njerëzit, por në të njëjtën kohë edhe krijesa duhet të bashkëpunojë me Zotin. Duhet të mundohet të bëjë një farë rregulli asisoji, që të mundsohet jeta e secilës gjallësë mbi tokë. Ylberi është shenja e beslidhjes. Zoti thot se ylberi është ot haberit, shenjë e beslidhjes. Dhe ka një simbolik specifike që mund të kuptohet pra brenda letërsisë së vjetër mesopotamike. Epopeja e njohur Enuma Elish tregon se si hynia kryesore e të gjithë zotave, Marduku, bën një betejë me një prej zotave të detit, Tiamat, për arsye se Tiamat kishte bërë padrejtësi, kishte ushtruar dhunë. Kishte ndodhur një vrasje, por tani nuk është rasti të hyjmë në detaje. Aty thuhet se Marduku përdori harkun me shigjet, korri fitore, dhe pas fitores e vendosi harkun në një vend të caktuar, si pikrisht pra si shenjë të themelimit të drejtësisë, pasi që kishte ndodhur padrejtësia. Tregimi epik i Enuma Elish është interesant, por nuk është rasti të shpjegohet i tëri. Na ndihmon sidoqoftë ta interpretojmë tregimin biblik. Sikurse Marduk, edhe Zoti tek tregimi i përmbytjes në Bibël, e vendos diku harkun e fitores, ylberin, e vendos në qiell, në një vend të dukshëm. Zoti korr fitore. Zoti ka korrur fitore, dhe fitoria e njeriut në krahasim me Zotin është e lidhur me beslidhjen që Zoti lidh me ta. Në hebraisht, ylberit i thon keshet, fjalë që ka kuptim edhe të harkut të luftës dhe përdoret si metaforë e luftës. Zoti pra shfaqet tek ky tregim si një luftar që var armen pas betejës. Ky hark, ylberi, është i drejtuar nga qielli, jo nga toka. Kjo tregon se nuk e ka më njerëzimin si shënjestër. Hyj çarmatoset përballë krijimit të tij. Dhe të përfundojmë, Zoti thot, unë do të kujtohem për beslidhjen. Nga ana tekstit fjala kujtes këtu thot se ylberi shndrohet në shenjë, dhe shenja që tregon është se Zoti e ka në mend njerëzimin dhe rri besnik premtimit që jep. Zanafilla na paraqet krijimin e njeriut, bekimin që Zoti i dha, u shtuan dhe u shumuan, rënien e tij, prishjen e madhe të njerëzimit që u ndëshkua prej përmbytjes, por dhe mëshiren që Zoti ka të shpëtojë njerëzimin edhe pse ai gabon, duke gjetur njerëz të drejtë që jetojnë në mes brezdive të prishura. Hyj e krijoi njeriu në përngjasimin e vet, e krijoi në përngjasimin e hyjit, e krijoi mashkull e femër, burrë e grua, ju dha frymën e jetës dhe në to vendosi shpirtin e tij e ju tha, shtohuni e shumohuni, mbushini tokën. Dhe kështu nga Adami dhe Eva linden bi dhe nga bijtë e tyre pasardhës deri tek Lameku, ku i lindi Noehi. Toka ishte mbushur plot, njerëzimi rritej vazhdimisht dhe bijtë e hyjt martoheshin me vajzat më të bukura të njerëzve. Njerëzimi filloi të prishej. Zoti e sheh një paullsi të madhe të tyre dhe kërkon ta ruaj shpirtin e vet. Zoti tha, shpirti im nuk do të qëndroj përherë në njeriu, sepse ai s'është tjetër veç se mish, e ditët e jetës së tij do të jenë 120 vite. Shohim se Zoti e ndeshkon njerëzimin duke i kufizuar të qendrit i përjetshëm. E bën njeriu të vdekshëm dhe i kufizon jetën. Vetëm Zoti ka këtë pushtet. Zoti është shpirt dhe ajo që lind nga Zoti është shpirt, i aftë për të hequr dorë nga mishi dhe nga veprat e tij të vdekura e për të dhënë frytin e tij jetëdhënës. Kur shpirti i Zotit futet në shpirtin e njeriu, e shndërron atë, i jep personalitetin e vet në hyjin si krijesë e tij. Thot Zoti, kush do ta shpëtojë shpirtin e vet,
do të humbas atë, por kush e humbet shpirtin e vet për shkakun tim, do ta gjej atë. Na kujton pasanikun që thot: do të them shpirtit, pusho, ha, pi dhe gëzohu. E Zoti thot: i marr. Sonte do të kërkohet shpirti yt, e që grumullove kujt do t'i mbes. Kështu u ndodh atyre që grumullojnë pasuri për vete e nuk kujdesen të bëhet i pasur me hyn. Duke pasur shpirtin, asgjë në botë nuk mund të na bëjë të humbasim, sepse Zoti na është dhënë e ne jetojmë në të. Ne njohim Krishtin në shpirt dhe rrëfejmë se Jezusi është Zot. Ne e lusim dhe e therasim: Abba o Ad. I vetmi që bën historinë tonë. Vazhdon zanafilla me prishjen e madhe të njerëzimit. Zoti pa se pausia e njerëzve përmbi tokë ishte e madhe, se çdo mendim i zemrës së tyre nuk synonte tjetër, por që të bëj vazhdimisht të keqen. Zotit i erdhi keq thellë në zemër, e tha: do ta shuaj për faqes së dheut njeriun që e krijova, njeriun, baktit, zvarranikët dhe shpendet e qiellit, sepse më vjen keq që i krijova. Shihet se toka u prish, gjithçka mbi tokë do të zhduket, sepse në sytë e Zotit ishte e prishur, me sjellje plot ligësi. Zemra e tyre u prish. Pra njeriu, me zgjedhjen e vet, me dëshirën e vet, ka lënë rrugën e Zotit. Ndërgjegja e njeriut, inteligjenca e tij, vendi ku Zoti e takon njeriun, ishte plot ligësi. Zemra është vendi ku njeriu takon Zotin, takim që bëhet i vërtet në zemrën njerëzore të birit të Zotit. Pamja e jashtme e njeriut tregon se çfarë ai ka në zemër. Zemra njihet tërthorazi nga ajo që shpreh fytyra, thot goja e dëshmojnë vepra. Ka raste që fshehin zemrën disa gjëra e njeriu del me dy fytyra. Një paraqitje që Zotit nuk i pëlqen, një paraqitje e tmerrshme dhe një keqje e madhe që Bibla e denoncon me forcë. Pamja e jashtme është plot dinakëri. Njeriu sheh pamjen e jashtme, por hyi sheh zemrën. Zoti shqyrton zemrën dhe zhbyrën veshkën, heq maskën rrenes. Ky popull mendon me buzë, por zemra e tij është larg meje. Njeriu që të hyjë në marrëdhënie me Zotin mbetet të vërë në rrezik zemrën e vet. E keqja e ka goditur në zemër dhe nuk i mbetet tjetër veçse që ta shqyejë zemrën e vet e të paraqitet para hyjit i penduar, duke lutur Zotin që të krijojë një zemër të pastër. Zoti premton se do ta kryejë ai vetë çka kërkon. Unë do t'ju pastroj. Unë do t'ju jap një zemër të re. Një shpirt të ri do ta vendos brenda jush. Do të heq nga ju zemrën prej guri e do t'ju jap një zemër mishi. Pra Jezusi është zemra e Izraelit të ri, që është në lidhje të ngushtë me Atin e që vendos mes të gjithëve njësinë, unë në ta e ti në mua, që të jenë krejtësisht një, që dashuria me cilën me këtë dashur të jetë në ta e unë në ta. Dhe këtë bashkim e bën me Noehin, i cili gjeti hir para Zotit, njëri i drejtë dhe i patëmet ndër bashkosit e vet, që ecte udhës së hyjit. Zoti e thërret Noehin e i thot: për mua erdhi dita të zhbi çdo njeri. Toka është e mbushur me ligësi për shkak të njerëzve. Dhe ja, unë do t'i zhbij ata nga toka. Do të sill përmbytjen me ujë mbi tokë për të mbytur çdo gjallësë që ka frymën e jetës. Gjithçka mbi tokë do të zhbihet. Unë do të bëj beslidhje me ty. Hyr në ark, ti dhe gjithë familja jote, sepse ty të gjeta të drejtë për asyve të mi në këtë brezni. Zoti tregon Noehit se si do të veprojë me familjen e tij, frymorët, shpendet, baktit, ushqimet që mund të hanë, që të jetojnë. Zoti thekson: merri 2 nga 2, mashkull dhe femër. Zoti kujdeset që me Noehin të vazhdojë jetën, të bëhen një popull të ri. Shirat e mbushën tokën dhe u përmbyt toka. U shfaros çdo gjallësë mbi tokë. Gjithçka që kishte frymën e jetës mbi tokë sharroi. Shohim se Zoti është i vendosur ta çojë planin e vet deri në fund. Ai shkatërron çdo ligësi. Zoti i ka këtë pushtet të përmbysë të keqen në zemrat tona, ta shfaros të keqen brenda nesh. Zoti e merr seriozisht të keqen.
përmbytja ka pasoja reale në jetën tonë. Shkatrimi vjen kur zemra e njeriut prishet, prish familjen, shoqërinë e vazhdon zinxhir si në kohën e Noehit. Krejt njerëzimin, e keqja bëhet normë dhe bota humb orientimin. Kur e keqja bëhet normë, njerëzimi rrezikon të shembet. Noehi i bindet Zotit e bën gjithçka ai urdhëron. Pasi ujërat bien, Noehi del nga arka bashkë me familjen e vet dhe të gjithë që kishte marrë me vete, që të shtohen e shumohen e të përhapen përmbi tokë. E ndërtoi një alterne ndër te Zoti dhe i la lavdi atij. Noehi shpëton nga përmbytja bashkë me familjen e tij për shkak të dëgjesës dhe bindjes ndaj Zotit. Si plan të Zotit, ashtu si Noehu bindet Zotit me bindjen e tij e shpëton njerëzimin. Pra, bindja është pranimi i lirë i pikësynimit të Zotit që për ne është mister dhe jep mundësi njeriu ta vërë jetën e vet në shërbim të Zotit për të marrë pjesë në gëzimin e tij. Krijesat vrapojnë me gëzim kur e dëgjojnë zërin e hyjt, ngazëllehen dhe përgjigjen ja ku jam. Njeriu ecë në planin e Zotit, e duke dëgjuar zërin e Zotit, duke ju bindur verbërisht pa kuptuar psen e tyre. Bindja është në nështrim ndaj urdhrit të Zotit, por është një akt dashurie e një njeriu që të shpëtoj. Me mosbindjen e një njeriu mëkatuam, por nga ana tjetër me bindjen e një njeriu shpëtojmë. Jezu Krishti është shpëtimi ynë. Erdhi në tokë si hy, u bë njeri, u vu në kryq për të na shpëtuar nga mëkati, nga vdekja, duke ju bindur Atit. E bindja e tij arrin kulmin gjatë mundimeve, duke i dorëzuar fuqive njerëzore të padrejta, duke u bërë fli në kryq për ne. Noehu në sajt e bindjes shpëtoi mbar njerëzimin nga ndëshkimi me përmbytjet, por ai e bekon Noehin dhe bijtë e tij. E u tha: "Jini të pëlleshëm, shumohuni e mbushini tokën. Unë po lidh beslidhin me ju. Nuk do të zhbihet asnjë gjallësë me ujërat e përmbytjes dhe nuk do të ketë më përmbytje që shkëton tokën. Kjo është shenja e beslidhjes që e bëra ndërmjet meje e çdo gjallëse përmbi tokë. Ylberin tim do ta vënë në re dhe do të jetë shenja e beslidhjes ndërmjet meje dhe tokës, mes Zotit dhe njeriut. Zoti përmbys të gjitha mëkatet tona. Na e pastron zemrën me ujë, ku uji është pagëzimi, larja e mëkateve. Pastron shpirtin, ndërgjegjen, nëpërmjet gjakut të Krishtit, duke na dhënë shpirtin e Zotit, një jetë të re. Një ripërtritje me shpirtin e shenjtë, një beslidhje me Zotin, një marrëdhënie e Zotit me ne. Nëse mbani beslidhjen time, ju do t'jeni populli im e unë do t'jem hyj juaj. E do t'jeni për mua një mbretëri priftrinjsh, e një popull i shenjtë. E Zoti na kërkon që ne të jemi besnik, ta mbajmë beslidhjen që na shërben si udhërrëfyes për udhën që do të ndjek njerëzimi. Kisha është vendi ku ne takohemi me Zotin, na udhëheq me fjalën e tij. Marrim trupin e gjakun e Krishtit, birit të tij të vetëm. Na kujton darkën e fundit, pasi mori bukën, e theu, u dha nxënësit e vet e tha: "Ky është korpi im." Pastaj mori verën, e bekoi e tha: "Ky është gjaku im, gjaku i beslidhjes që do të derdhet për ju e të gjitha kombet." Pra, fal gjakut të Jezusit, zemrat tona do të shndërrohen e shpirti i Zotit do të jetë në to. Përmes Eukaristisë do të jemi të bashkuar me misterin e beslidhjes së re, e do marrim hiret e saj, premtimet që Zoti na ka dhënë. Shëlbimi fitohet duke pasur fenë te Krishti, që është përmbushja e premtimit. Ndërmjet kryqit, Krishti ka hyrë në shëjtroren qiellore përgjithmonë, duke ndërmjetësuar për bashkimin tonë. Kështu realizohet beslidhja e re e volosur me gjakun e Jezu Krishtit, i derdhur për ne, për shëlbimin tonë. Atëhere, si përmbledhje mund themi që shpëtimi vjen përmes pendimit dhe hyrjes në arkën shpirtërore. Ylberi është shenja e beslidhjes. Zoti e vendos ylberin si shenjë që nuk do të shkatërrojë tokën me përmbytje. Ylberi simbolizon paqen midis Zotit dhe njeriut. Ngjyrat e ylberit tregojnë bukurinë e mëshirës hyjnore. Ylberi lidhet me Krishtin. Pas tuhisë së mëkatit,
vjen drita e hirit. Ylberi është shenjë shprese. Pra Zoti na jep shpresë, nuk shkatron për hakmarrje, por për pastrim dhe për rilindje. Përmbytja është si gjykimi i drejtë i Zotit mbi mëkatin dhe korrupsionin moral. Arka e Noehit është figura e kishës ku hyn dhe njeriu shpëton. Arka është edhe figura e Krishtit. Druri i arkës paralajmërimi i kryqit ton. Uji simbolizon pagëzimin që pastron nga mëkati. Shihet durimi i Zotit përpara se të vijë ndëshkimi. Noehu është shembulli i bindjes dhe i besimit. Përmbytja na paralajmëron që Zoti është i mëshirshëm dhe i drejtë, dhe Zoti e sheh përmbytjen si pastrim të botës për një fillim të ri. Dhe përmbytja më e madhe është brenda shpirtit të njeriu, kur mëkati mbizotron në ne. Edhe ne Zoti na fton në planin e Tij që ka që nga fillimi i jetës sonë dhe na pret që me hirin ton të kthehemi. Ta shqyem zemrën ton nga mëkati dhe të pastrojmë zemrën ton me pagëzim, të hymë në bashkim me Zotin në kishë, të ndjekim rrugën e Tij, që jeta jonë të jetë si ngjyrat e ylberit, plot me dritë, paqë e dashuri. Çdo ditë të krijojmë një marrëdhënie me Zotin, ta marrim shpirtin e Zotit e të jemi në përngjasimin e Tij. Ta trashëgojmë fenë fëmijëve tanë dhe brezave të ardhshëm. Të tregojmë që Zoti ka bërë një beslidhje qysh prej fillimit dhe jemi në sajt të kësaj beslidhje që Zoti e mban edhe sot, që tregon se është besnik dhe nuk na braktis kurrë. Ai na fal dhe derdh mëshirën hynore mbi ne. Na fton të jetojmë fenë tonë, qiellin e ri, tokën e re dhe shpresën për tokën e premtuar, parajsen. Dashurinë e Zotit që e morëm falas, e falas t'ju japim edhe atyre që sot kanë nevojë. Ashtu si Krishti shkoi në kryq për ne dhe për mëkatet tona, edhe ne të pranojmë kryqet e jetës sonë, ta ripërtrijmë jetën tonë me gjakun e Krishtit dhe ta ndjekim atë. Ta bekojmë Zotin në çdo moment të jetës sonë për këtë dashuri të madhe që ai na jep falas. Në takimin e ardhshëm lexo Biblën me ne, do të lexojmë nga Zanafilla kapitullit 10 deri në 11. Do të thellohemi sidomos tek tregimi i kullës së Babelit te kapitulli 11. Lexojeni të shtëpia se do ta kuptoni më mirë nëse keni mundësi. Ne ju falenderojmë për vëmendjen tuaj, Zoti ju bekoft.